Depresioni pas lindjes. Pas lindjes kam mendu që kam e qenë ma e lumtura në botë, por në realitet unë veç kajsha edhe nuk e kuptojsha çka po ndodh. Nuk mu isha me majt beben gjatë, edhe mu do ke vetja si mu kon nane keqe. Qështu ndjehen shumë nana pas lindjes bebes vet. Depresioni pas lindjes prek shumë nana, që shkaktohet nga ndryshimet hormonale, lodhja e madhe e nanës dhe mungesa e përkrahjes. Nanat që e përjetojnë depresionin e pas lindjes ndjehen të zbrasta, ndjehen fajtore dhe shpesh i fshehin lotët. Kjo gjendje nuk është dobësi, as çrregullim. Është gjendje mendore që mundet mi ndodh kujtdo. Por nanat shpesh pyesin çka me bën këtë rast. Diskutoja ato që jetu e përjetu me bashkëshortin. Diskuto me nanat e reja që ti i njeh. Mundohu me pushu kur beba flen. E di që tash jetu mendu që shtëpia është lugë, po mujt e parë duhesh me pas fokus veten dhe beben. Punët e shtëpisë i kryen kur dikush është që mundet më kujdes për beben, sepse pagjumësia vështirëson te kalimin e depresionit të paslindjes. Mos u fokuso te nanat e Instagramit, sepse ato i postojnë vetëm momentet e tyre të mira. Edhe nëse ti i kqyr ato, ti automatikisht ke mundje nane pa vlerë. Provo me rregullu rutinën me beben. Mos u shqetëso që shtëpia jote nuk është rregullune siç ka qenë më herët, sepse ky që ti jetu e kalu është proces normal i jetës. Nëse po kalojnë gati 6 muaj dhe mërzia jote ende nuk po largohet, atëherë mos hezito me kërku ndihmë profesionale.